Armend Muja nga lëvizja vetëvendosje doli në konferencë të jashtëzakonshme për media të mërkurën për t'i mohuar akuzat e partive ish opozitare lidhur me importin e energjisë elektrike nga Serbia. Më pas, partia e shpërndau edhe në Facebook në formë grafike, duke thënë se furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur LVV ka ardhur në pushtet. Tash, sipas kësaj të fundit, dominues në treg janë shtetet si Slovenia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Danimarka. Muja deklaroi se importi i rrymës nga Serbia më 2025 është më pak se 1%. Pretendimet nga kolegët opozitarë që Kosova për 28 nëntor dhe gjatë vitit 2025 po importon energji nga Serbia është pjesë e një propagande të ndytë që nga viti 2021. Ai ju përgjigj dha akuzave për nënshkrimin e kontratave me kompaninë e lidhur me serbin Vuk Hamović, i njohur si lojtari kryesor i tregtimit me rrymë në Ballkan. Idea totale deri në vitin 2013 kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Kespos është në vlerë për 141 milion e 489 euro. Muja madje shtoi se asnjë zyrtar i lëvizjes vetëvendosje nuk ka asnjë lidhje me Noa Energy nga Shqipëria, ndërsa përmendi edhe disa emra për të cilët sugjeroi që prokuroria speciale t'i intervistoj. Pas konferencës reagoi me një video Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike, e cila rënditi 8 zhvillimet në sektorin e energjisë që kanë ndodhur në periudhën e qeverisë Kurti D. Komplet për periudhën 6 vjeçare, Kosova ka importuar 273 milion euro energji elektrike. A e dini sa është importuar gjatë qeverisë së Albin Kurtit, 2021 shtator 2025? 811 milion euro energji elektrike. Bajrami shtoi se i mirëpret hetimet eventuale të prokurorisë.